Jemi rikthyer sërish në studio dhe do ta vjojmë bisedën aty ku e lam me zotin Çipa, do të flasim për votën e diasporës. Me ne në studio është bashkuar tashmë gazetarja e televizionit Skan, Ledina Elezi. Mirë se erdhe, Ledina. Mirë se u gjeta. Mirë se erdhe, Ledina. Besoj nga terreni e more një përshtypje se si shkon situata, por ndërkohë nga ana tjetër, një nga tematikat qëndrore, ku ti e ke përshëndruar gjithë vëmendjen tënde gjatë këtyre zgjedhjeve, ka qenë vota e diasporës. Kështu që unë të doja ta nisja menjëherë me rëndësinë e votës së diasporës. Pse është e rëndësishme? Në rastin e votës së diasporës, situata është pak më e qetë, duke qenë se procesi i votimit për diasporën ka nisur që prej datës 14 prill. Duhet thënë se këto zgjedhje, pra zgjedhjet e vitit 2025, do të lënë një gjurmë apo një shenjë le të themi në historinë e zgjedhjeve parlamentare të Shqipërisë, duke qenë, siç e thamë edhe herë të tjera, është hera e parë që voton diaspora shqiptare. Pra, diaspora shqiptare do të shpreh për herë të parë vullnetin e saj politik në këto zgjedhje. Më parë kemi pasur një përplasje midis kodit zgjedhor dhe kushtetutës, ku kushtetuta nga një anë përcaktonte që çdo kush ka të drejtën e votës, pra çdo kush ka të drejtën që të zgjedh dhe të zgjidhet, por nga ana tjetër kishim dhe kodin zgjedhor, i cili vendoste disa kufizime, pra i mohonte të drejtën e votës diasporës, personave me probleme të shëndetit mendore të tjera. Pas diskutimeve prej disa vitesh tashmë, për herë të parë këtë vit kemi votën e diasporës dhe me këtë do të kemi edhe një përfaqësim të plot dhe të barabartë të popullsisë shqiptare kudo, qoftë në Shqipëri, pra qoftë brenda Shqipërisë, qoftë edhe jashtë saj. Do të kemi një respektim thuajse të plot të drejtave politike, sepse kriteri i të drejtave më në fund i arritëm. Po, kriteri i të drejtave politike, le të themi, është një kriteri i cili është cekur disa herë edhe nga Bashkimi Evropian apo organizata të tjera ndërkombëtare dhe do të kemi më tepër legjitimitet demokratik. Duhet theksuar se vota e diasporës është shumë e rëndësishme dhe për vetë faktin se emigrantët shqiptar ka një kontribut të madh në ekonominë shqiptare, si në aspektin e remitancave, pra para që sjellin nga jashtë për familjarët të tyre, por ashtu edhe përsa i përket investimeve të huaja. Investimeve të huaja, po jam e bindur edhe turizmit se ka shumë emigrantë të cilët zgjedhin që të kalojnë pushimet në Shqipëri, edhe padyshim kjo rezulton po themi në shifra shumë të mira në turizmin shqiptar. Ndërsa përsa i përket remitancave, për shembull, vetëm gjatë vitit të kaluar migrantët sollën gati 1 miliard euro në Shqipëri, që do të ndihmojë më tepër familjet e tyre, pra në ruajtjen e mirëqenies, le të themi, të familjeve, mirëqenies ekonomike të familjeve të tyre. Edhe përsa i përket investimeve të huaja direkte, sepse një pjesë e investimeve të huaja direkte që vinë në Shqipëri përkthehen si investime nga emigrantët shqiptar, pra përkthehen si investime të huaja që janë kryesisht në pasuri të paluajtshme. Me thënë të drejtën, pjesëmarrja e votës së diasporës, pra pjesëmarrja e diasporës në këto zgjedhje është shoqëruar edhe një kosto më tepër për komisionin. Sa është kosto, me thënë, e para kosto ka të bëjë me fletat e votimit. Pra, nëse më parë... Kompania ose kompanit që i çojnë dhe i sjellin. Po. E para janë fletat e votimit, sepse nëse më parë KQZ-ja duhet të siguronte fletë votimi vetëm për zgjedhësit brenda Shqipërisë, tani duhet të siguronte edhe 225.935 fletë votimi për zgjedhësit jashtë Shqipërisë. Ndërsa është kjo pjesa e postës për shpërndarjen e zarfeve me fletët e votimit, por edhe për kthimin e tyre nga brenda, ku sipas një llogaritje mund t'i ketë kushtuar KQZ-s diku te 12.5 milion euro. Gjithsesi KQZ-ja printon çdo vit rreth mbi 1 milion flet kot, të cilat nuk përdoren, 3.6 milion. Edhe kjo është, por që edhe në rastin e votës së diasporës u printuan 222.935 flet votimi praktikisht, edhe pjesa më e madhe u shpërnda. Pjesa më e madhe u shpërnda, po 18.000 mbetën praktikisht pa u tërhequr fare nga 2 milion i printon kot, sepse votues janë 1.6, 1.7, printon 3.7. milion. E cila patjetër përkthehet në humbje, por e bën një krahasim. Printoj sepse aq janë të regjistruar si votues, pavarësisht se janë jashtë Shqipërisë. Ledina, ka ndonjë informacion se kur mbërrin, po themi, fletët e fundit të votimit në Shqipëri përmes transportit, patjetër se mënyra e tillë është ajo që po përdoret. Po. Unë mbrëm kontrollova në faqen e KQZ-s sa ishte në total numri i fletëve të votimit të mbërritura në Shqipëri, ishte diku te 181.000, tashmë ka mbërritur diku te 187.000, sipas informacioneve që dha edhe komisioneri edhe Celibashi
në deklaratën e fundit për mediat, mendoj që rreth orës 5 të paraditës të mbërri edhe avioni fundit me votat e diasporës, që do e qoj le themi numrin total të zarfeve të mbërritura në Shqipëri në diku të 200.000. Pra nga 245.000 zarfe që u shpërndan, 200.000 janë kthyer në E shpreu këtë objektiv edhe në konferencën për media. Mbërri në orën 5, urojmë vetëm mos ketë vonesa për të shkuar deri në Parkun Olimpik aty ku do të. Se besoj se do ketë 2 orë, mjafton që të mbërrin në shtetin shqiptarëve dhe të vendosë pastaj të bëhet vulosja. Ndërkohë bëjmë një përmbledhje të gjitha, po themi, emigrantëve të regjistruar për të votuar, të flasim pak për shifrat. Po, në fakt, procesi i votimit të diasporës, le themi, ka nisur që më 11 janar. Në 11 janar u hap platforma elektronike e regjistrimit për të marrë aplikime pra për regjistrimin e atyre zgjedhësve jashtë vendit. Nga 11 janari deri në 14 prill, nga 11 janari deri në 14 prill pak a shumë kishim një regjistrim prej rreth 245.000 zgjedhësish jashtë vendit, ndërkohë që nga këto zgjedhës u shpërndan gjithashtu 245.000 fletë votimi, ku vetëm një pjesë u tërhoqën, saktësisht 227.097 fletë votimi u tërhoqën nga zgjedhësit. 18.000 si që përmenda nuk u tërhoqën fare. Megjithatë, përsa i përket mostërheqjes së tyre ka pasur disa problematika duhet theksuar, sidomos në shtetin grek apo në shtetin italian, por më tepër në shtetin grek, problematika të cilat janë adresuar nga shqiptarët jashtë vendit përmes kanaleve të Partisë Socialiste, Partisë Demokratike apo direkt në komisionin. Problematikat kanë qenë në teritorin aty apo kanë buruar nga këtu? Problematikat kanë qenë në teritorin atje, kryesisht problematikat që lidheshin me postën e kontraktuar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, pra DHL-n. Në ankesën që Partia Socialiste për shembull ka depozituar në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, ngrihen pretendime për shkelje të protokolleve në dërgesën e zarfeve të votimit. Sipas raportimeve ka pasur disa zarfe të cilat janë dërguar bosh, pra nuk ka qenë fleta votimit aty. Edhe rastet të tilla raportohen kryesisht në Angli, në Itali apo në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku në zarf mungonte fleta e votimit. Pastaj në ankesat që ka depozituar Partia Demokratike raportohet që postieri i DHL-s ta ketë lënë zarfin me fletën e votimit të poshtë derës zgjedhësit ose në kutinë postare, pra pa u siguruar nëse zgjedhësi e ka marrë fikisht apo. Dhe gjitha këto problematika janë raportuar dhe tashmë Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do të ndërmarrë hapat e mëtejshëm. Për këtë arsye, domethënë se edhe DHL-ja vetë ndonjëherë nuk përgjigjej në telefon, nuk pranonte që shkonte ta merrte zarfin edhe ta kthente pastaj në Shqipëri. Disa qytetarë janë detyruar që zarfin ta sjellin vetë në Shqipëri në dyert e KQZ-s, ta dorëzojnë aty dhe KQZ-ja ka bërë verifikimet e nevojshme ose të paguajnë një post tjetër, pra një shërbim tjetër postar për ta sjellë zarfin në Shqipëri. Ekzistojnë disa zarfe të futura në një kuti të posaçme siç e quhen KQZ-ja, janë diku të 5.000 e ca zarfe të futura në një kuti të posaçme që janë pikërisht këto që nuk kanë ardhur nga posta DHL, po kanë ardhur nga posta të tjera që janë paguar nga vetë zgjedhësit ose ka ardhur vetë zgjedhësi në Shqipëri dhe ka dorëzuar posta. Shkurtimisht fare Ledina, sa do të përcaktoj vota emigrantëve? Nuk mund ta themi fikse sa mandate mund të nxjerrë vota diasporës, duke qenë se edhe votat e diasporës shpërndahen çdo qark. Po, shpërndahen çdo qark, nuk do të numërohen sipas shteteve, do bashkohen me votat brenda Shqipërisë. Por pak a shumë duke u nisur edhe nga regjistrimi që prej fillimit mund themi se në bazë të qarqeve në qarkun Tiranë, duke qenë se ka edhe numrin më të madh të mandateve dhe numri më i madh i zgjedhësve jashtë vendit është nga Tirana, pritet të nxjerrë më shumë mandate vota e diasporës, mund të shkojë diku te 18 afërsisht, por nuk është një shifër fikse. Pastaj në qarqet e tjera mund të variojë, për shembull në Fier mund të variojë nga 3 deri në 4 mandate, kurse në Elbasan dhe Durrës nga 1-2 mandate afërsisht. Kurse në Kukës, për shembull, i cili është një qark më i vogël dhe ku ka pasur numrin më të vogël të emigrantëve të regjistruarve dhe që kanë votuar, nuk mendoj që të ketë ndonjë impakt të madh vota e diasporës. Falenderojmë Ledina për çdo informacion, ndërkohë pjesëmarrja deri në orën 12:00 në rang vendi është 22.57%, vijojmë me qarkun Tiranë 25.43%, Dibra Mëtej 25.35%, Lezhë 24.19% e votuesve kanë shkuar dhe kanë përfunduar procesin e tyre të votimit.
Fieri 23.66% deri më tani, Elbasani, ose më saktë deri në orën 12 për qënë e sakt. Ndërko, vjoj me Elbasanin me 22.92%, Kuksi 22.52%, Berati 21.60%, Korça 21.11%, vjoj me Durrësin 20.79%, Gjirokastra 20.69%, Shkodra 20.61% dhe Vlora 16.34%. Nuk surprizon Vlora edhe në këto zgjedhje, duke ruajtur të njëjtat nivele me shifra të ulta të qytetarëve që drejtohen drejt qendrave të votimit për të dhënë votën e tyre.